Kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh kryeministri i vendit, zhvilloi një takim me kandidatët për deputet të qarkut Elbasan. Rama shpreh se objektivi kryesor është strategjia dhe porosit për fushatën elektorale të 11 majit për zgjedhjet parlamentare. Rama tha se Altin Dumani ka respektin e tij për punën që ka bërë dhe sulme që kanë mbartur mbi stupe. Një situatë ku barazia para ligjit duket mundësi reale. Për herë të parë, sot populli shqiptar shef njerëz lidhur me pushtetin politik që merren, hetohen nga prokuror pavarur, gjykohen nga gjykatës pavarur, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të ketë brenda këtij procesi, gjëra që nuk shkojnë, gjëra që janë çuditëra në vete, por kjo s'ka pikë rëndësie. Për herë të parë, dhe kjo është ana historike e çështjes. Tani si kujtoni ju dhe si ne nuk do t'i lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani, që ka të gjithë respektin dhe solidaritetin tim dhe ton për punën që bën, por edhe për sulmet kafshërore që ka marrë familjarisht e kërcënimet e të gjitha bashkë me, jo të gjitha atje, po me një pjesë prokurorësh atje. Altin Dumani ka qenë aty. Prokuror nuk e di sa vjet ka. Dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas, se njerëzit o i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror, të triste, të shajde këtu jetë. Pse nuk e jetoj? Pse nuk doli në gjykatës që thoshte bjerë më këtu Altin se të ta gjykoj unë? Zero. Jo thirur, jo hetuar, po as thirur. Sepse nuk është çështja e Altinit apo e X-it apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Ndër të tjera, kryeministri u shpreh se nuk do të lejohet asnjë pengesë në këtë rrugtim që s'ka asnjë lidhje me politikën, madje nuk do të lejojë askënetë me moçalet e vjetra, duke ironizuar edhe listat e tyre me teze dhe baballar të partive të reja. Për Dash Sulën, kryeministri Edi Rama tha se ka ende vend në Partinë Socialiste për të vetëm se duhet të dezinfektohet. Por sot jemi këtu për t'i thënë gjithëve mirë se të vini. Përveç salamandrave të Knetës dhe kukumjaçkave, ata nuk kanë vend këtu. Nuk kanë vend këtu. Kurse Dash Sula duhet të hyjë në një proces se mund të jetë dhe i ditë edhe Dash Sula. Po për momentin duhet të dezinfektohet. Duhet dezinfektohet. Si që janë ato, si bëjnë ato, kush me jetu me pula, që futen në karantinë. Shpendët, se kanë, mbajnë shumë shpendët nga këto. Ai është i natë mund ta kesh sa dush, po hakun duhet ja japësh që, me thënë drejtën, aty një njeri me ulërima për ditë, për komunitetin e vete, për miletin atje, se kanë ata një dytë aty si ai. Po duhet të heqi gjithë morrat e Knetës. Aty të mbyt morri, të merë. Të merë. Kështu që dha njoni e dha, oreta, po që kanë këta këtë punë të gjithësri do të pa dalë protesti? Tash, po kruen, se i mytë morri, nuk rinë dot, nuk ulen dot që të menojnë. Kruen edhe agitohen. Mytë morri. Që ti bësh? Edhe bufi rri atje, mbi kokë edhe. Ndër të tjera, i tha se Shqipëria ka shanse që deri në 2027 të mbyll negociate me Bashkimin Evropian. Sipas Ramës, kjo është një shpejtësi marramëndëse dhe do të shënohej rekord në historinë e integrimit. Rama thosë se nisën nga vrima e fundit e kavallit dhe askush nuk e hidhte sy Shqipërisë, por sot mundësia për të bërë pjesë e familjes europiane është më reale se kurrë.